Selam aleikum hoxh, a bën që të presim flokët edhe kur është hëna duke u sosur, apo është bestytni? Aleikum assalam wa rahmetullah. Bestytni është larg bestytnive, larg besimeve të kota. Çdo gjë është e shkruar tek Allahu i lartësuar. Çdo gjë ndodh me caktim prej të Madhit Zot dhe nuk ka ndikim perëndimi i hënës apo perëndimi i diellit. Zoti ju rujt. Hoxh, jetoj jashtë dhe dua një Kur'an, ku mund ta gjej, të lutem më ndihmo. Kontakto me xhamin më të afërt që ke në vendin ku jeton. Po ashtu ke edhe në internet, pra mund ta gjesh Kur'anin në internet dhe lexon pra prej telefonit, ose nëse ke dikë në Shqipëri që ta gjej një Kur'an dhe të ta dërgoj. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh, a mund të falemi direkt pas daljes nga dushi apo duhet marr prap abdes? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse ke bërë njet marrjen e abdesit, kur ke bërë dush, atëherë nuk ke nevojë të marrësh përsëri abdes. Zoti ju rujt. Çfarë mund të bëj kur bashkëshorti nuk bindet për mbulesën? Ajo që mund të bësh është ta vendosësh shamin dhe ti bindesh urdhrit të Allahut lartësuar. Nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Është e drejta jote që ta vesh shamin. Është e drejta jote që të mbulohesh. Dhe të përkujtoj me fjalën e Allahut lartësuar ku thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dhe kush i friksohet Allahut, kush i ruan dispozitat e Zotit gjithësisë, Allahu i lartësuar bën për të rrugdalje. Prandaj, vëre shamin dhe mbështetju Allahut lartësuar. Bashkëshorti nuk duhet të kundërshtoj për diçka që është e drejta jote dhe është urdhër i Allahut lartësuar. Kur të falin namazin e jacis, e fali me një herë të vitrit, ngjit, nuk i ndaj, a është në rregull? Përderisa ke dhënë selam, i ke ndar, Zoti ju rujt, kështu që është në rregull inshallah. Kam dëgjuar se në veshin ton, po ta shikojmë, kemi të shkruar shenjën e Allahut. A është e vërtet? Çdo gjë në trup tregon për madhështinë e krijuesit. Çdo gjë në trupin ton, nëse ne meditojmë, tregon se me të vërtet Allahu i lartësuar është krijues absolut. Ndërsa këto fjalët jo tek dora shkruhet emri Allahut, jo tek veshi shkruhet emri Zotit, këto nuk kanë asnjë lloj baze. Zoti ju rujt. Hoxh, më ka vdekur motra që 8 vite, por unë e shikoj çdo natë në ëndër. Çfarë do të thotë? Të këshilloj që t'japësh lëmosh për shpirtin e motrës tënde, lut Allahun e lartësuar që ta fal dhe ta mëshiroj atë. Ndoshta nga që ti ke qenë shumë i lidhur me të, dhe mendon vazhdimisht, e si rjedhoj edhe e shikon në ëndër. Gjithsesi, jep lëmosh për shpirtin e saj dhe lutu që Allahu i lartësuar ta fal dhe ta mëshiroj ato. Si mirët abdes hap pas hapi, po, gjoja e parë njeti, më pas thuaj bismillah, laj duart 3 herë, laj gojën 3 herë, hundën 3 herë, fytyrën 3 herë, krahun e djathtë deri sipër brylit 3 herë, krahun e majt deri sipër brylit 3 herë, më pas jepi mes kokës me të dyja duart, veshët, më pas laj këmbën e djathtë deri sipër kyçeve, laj edhe këmbën e majt deri sipër kyçeve. Normal duhet kesh kujdes, themrën dhe pjesën midis gishtrinjve, pra duhet lar, Zoti ju rujt. A bën me bati ku rukje, se nuk ndihem as pak mirë, nuk ndjej asgjë, po mund të bësh rukje, por unë të këshilloj që vetë të bësh rukje. Ndërsa nëse nuk ke mundësi vetë, atëherë shko tek një hoxh i mirëfillt dhe jo tek fallxhorët apo ata të ashtëquajturit hoxhallar. Çfarë është ezani? Ezani është thirrja për namaz. Ezani thritet 5 herë në ditë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Ashhadu anna Muhammedar Rasulullah, ashhadu anna Muhammedar Rasulullah. Dëshmoj
se Muhamedi është i dërguar i Tij, dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Tij. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hajdeni në namaz, hajdeni në namaz. Hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Hajdeni në shpëtim, hajdeni në shpëtim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. La ilaha illa Allah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Ky është ezani. Mbas Fatihas, a thuhet Bismillah ke sure tjetër në namaz? Po, mbasi lexon surën Fatiha, thua Bismillahirrahmanirrahim dhe lexon ose sure tjetër ose disa ajete nga një sure tjetër. Allahu i rujt. Selam aleikum hoxh, a bën të përdoret brisku për heqjen e qimeve tek femrat në pjesë të ndryshme të trupit? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po. Selam aleikum hoxh i nderuar, nëse xhenazja është e rëndë në momentin që përcillet për tek varri, ç'a do të thotë? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Varet pesha e njeriut, por nuk është se do me thënë diçka pra që nëse rëndon xhenazja, nuk do të thotë që njeriu është i keq apo po përjeton dënim, jo as pak. Tallja, ofendimi i tjerëve, patjetër që është i ndaluar në fenë tonë. Madje Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Wailul likulli humazatil lumazah. Mirë për çdo tallës ofendues. Kur më duhet dy namaze me i fal, për shembull ikindis dhe akşamit, si me nda këto namaze? Atëherë, unë të këshilloj që namazin ta falësh në kohë, sepse namazi është bërë obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu është ajeti kuranor, dhe unë të këshilloj që t'i kushtosh rëndësi namazit, faljes namazit në kohë. Por nëse ndodh që t'ka kaluar një namaz, atëherë si fillim fal ikindin, më pas qohesh dhe fal akshamin. Pra me dhënien e selamit ti ke përfunduar me namazin e ikindis. Më pas fal akshamin. Hoxh, që 5 vite më ka vdekur babai. Gjithë kur e shoh në ëndër, pse fytyrën s'muj me ja pa, veç trupin. Nuk do të thotë që po nuk e pe në ëndër fytyrën e tij, ai po përjeton dënim apo po përjeton mirësi, jo as pak. Pra nuk është ky argument. Ajo që të këshilloj të bësh për shpirtin e babait tënd është jep lëmosh sa më shumë, aq sa të kesh. Pra ke mundësi t'japësh shumë, jep për to. Jep për shpirtin e tij, ndihmo një të varfër, bëj diçka sadaka rrjedhse që ti shkosh përblimi atij vazhdimisht. Po ashtu edhe lutje. Sa më shumë lutje që Allahu i lartësuar ta fal, ta mëshiroj dhe shpreso shumë tek Zoti i gjatësisë. Shpreso dhe lutë Allahun e lartësuar që të ta mundsoj të jesh me babain tënd në xhenet, pra në botën tjetër të bashkoj me babain tënd. Përshëndetje hoxh, kam fillu të fali namaz nga sot. Shpresoj t'i fali të 5 vakte. Përshëndetje, masha Allah. Elus Allahun e lartësuar që të ta pranoj. Elus Zotin e gjatësisë që të ta mundësoj të jesh korrekte me namazin. Nuk ka më mirë se sa robi të fal namaz. Nuk ka më mirë se sa robi të jetë korrekt me namazin. Nuk ka problem se falesh me telefon, nuk ka problem se falesh duke i lexuar. Derisa të mësosh nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme, fale namazin. Masha Allah, të përgëzoj dhe lut Zotin e gjatësisë që të ta mundësoj që deri në frymën e fundit ta falësh namazin dhe të jesh prej atyre që shpërblehen me xhenet, sepse kush i fal 5 namazet me lejen e Zotit shpërblehet me xhenet. Kam dëshirë të mësoj me fal namazin, por nuk e di se ku mund ta mësoj. Shumë e thjeshtë është. Shkruaj në Google falja e namazit për fillestar, të del një fletpalosje. Kjo fletpalosje. Shkërkoj në telefon dhe me anë të saj e fal namazin. Lexoj aty, nuk ka problem. Derisa të mësosh nuk ka problem. Allahu i rujt dhe unë të këshilloj që mos ta vonosh, me njëherë fillo dhe fale namazin. Selam aleikum, si falet namazi i natës? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. 2 rekat nga 2 rekat dhe në fund fal vitrin. Zoti i rujt. Selam aleikum hoxh, a bën me u fal namazin me 3 sure? Allahu të shpërbleft. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Edhe me një sure, me surën Fatiha, bën të falet namazi. Zoti i rujt.
Çfarë duaje mund të bëjmë që të na falen gjunahet? Falja namazit është shkak për fshirjen e mëkateve që bëhen, pra namazi deri namazit tjetër është shkak për fshirjen e mëkateve që bëhen mes tyre. Një mundësi e artë për fshirjen e mëkateve është falja namazit. Zoti rujt. Selam aleikum hoxh. A bën me ngju Kur'an në telefon? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po bën, nuk ka asnjë lloj problemi. Allahu i rujt. A ka mbetur edhe shumë kohë që të shkojmë në ditën e gjykimit? Se kur do të ndodh dita e gjykimit, askush nuk e di përveç Allahut të lartësuar. Por për kiametin ka shenja dhe ne akoma jemi tek shenjat e vogla. Shenjat e vogla ndodh që edhe përsëriten, ndërsa shenjat e mëdha akoma nuk kanë filluar. Por gjithsesi, ajo që duhet të angazhohet më shumë të besimtari është veprimi i veprave të mira. Të përgatitemi për ditën e gjykimit, përgatitja për atë ditë, sepse dita e gjykimit patjetër që do të ndodh. Ringjallja, dalja para të Madhit Zot, patjetër që do të ndodh. Llogaria patjetër që do të ndodh. Prandaj le të veprojmë sa më shumë vepra të mira, le të përgatitemi për atë ditë. A mundemi me njëherë mbas jacis të falim 2 rekate namaznate, pastaj të falim vitrin? Po mundesh. Mundesh me njëherë mbas jacis, fal 2 rekate, më pas fal vitrin. Pra nuk ka asnjë lloj problemi. Allahu i rujt. Pra ka njerëz që ai ka angazhime ose ka frikë se nuk i del gjumi për namazin e sabahut dhe do që të flej me njëherë, atëherë e fal vitrin para se të flej gjumi. Po normal, ai që ka mundësi të zgjohet gjatë natës, atëherë më e mira është që vitri të falet në 1/3 e fundit të natës. Por gjithsesi, nëse e fal mbas jacis nuk ka asnjë problem. Allahu i rujt. Selam aleikum, desha me të pyet. A mundet me bë dhikr pa abdes apo patjetër duhet me abdes? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Jo, nuk është kusht që kur të bësh dhikr të jesh me abdes. Por gjithsesi, e mira është që besimtari vazhdimisht pra të mundohet të ri me abdes. Dhe normal, e mira është që kur përmend Allahun e lartësuar, të jesh me abdes. Hoxh, nëse dikush është betu në Zot, që s'do të gënjej dhe përsëri e bën pandal, çfarë e këshilloni këtë person? E këshilloj që të pendohet tek Allahu i lartësuar. E këshilloj që të reflektoj dhe të ndryshoj. Dhe vazhdon njeriu të gënjej derisa të shkruhet tek Allahu i lartësuar gënjeshtar. Prandaj duhet ketë kujdes njeriu nga gënjeshtra. Duhet ketë kujdes nga gënjeshtra dhe të pendohet tek Allahu i lartësuar, ta shlyej betimin dhe të pendohet tek i Madhi Zot. Selam aleikum, a bën në namaz mbas elhamit me këndu ajetin Kursi? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po bën. Ajeti Kursi është një ajet prej ajeteve të surës Al-Baqara. Zoti i rujt. Selam aleikum hoxh, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty. Falja e namazit të natës, a është mirë? Aleikum salam wa rahmatullah. Gjërat me të cilat njeriu mund të afrohet tek Zoti i gjithësisë, pra gjërat më të mira, janë urdhëresat e tij, pra zbatimi i urdhëresave të Allahut lartësuar. Dhe ndër urdhrat e të Madhit Zot është falja e namazit, 5 vaktet. Profeti alayhis salam përmend në një hadith se namazi më i mirë pas farzit, pra janë namazi i natës. Kështu që patjetër që namazi i natës është mirë që të falet. A lejohet operacioni i hundës? Operacioni i hundës, nëse ke pësuar një aksident ose ke problem shëndetësor, lejohet. Nëse thjesht e bën për mod, për hobi, ndryshimi krijimit të Allahut lartësuar, jo, nuk lejohet. Moda ndryshon. Sot ndoshta mund të preferojnë një hund të vogël, por më vonë mund të ndryshoj preferenca e njerëzve. Pastaj çfarë pëlqen ti, ndoshta dikush tjetër nuk e pëlqen.
Ji I kënaqur me krijimin e Zotit gjithësisë. Ji e kënaqur me krijimin e Allahut lartësuar. Zoti ju rujt. Hoxh, selam aleikum. Desha të pyes kur femrat pra janë me menstruacion, a mundet me u fal apo nuk bën? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk falen femrat kur janë me perioda. Zoti ju rujt. Hoxh, pse gjithçka që bëj, thot më shkon keq. Ndoshta ti mendon se të shkon keq, por nuk dihet urtësia. Ndoshta ajo punë, për shembull, se zakonisht këtë e thon për punën ose zanatin, ndoshta ajo punë që ti po ushtron nuk është e duhura për ty. Ti nuk e di çfarë ka rezervuar I Madhi Zot për ty. Prandaj kur mos e humb shpresën tek Allahu I lartësuar. Dhe kur mos u dorëzo. Përpiqu dhe kërkoje mirësinë prej Allahut lartësuar, se Zoti I gjithësisë është ai që e ka në dorë gjithçka. Lutju Allahut lartësuar, se Allahu I lartësuar I rregullon çështjet tona. A ka Islami vendet e shenjta dhe cilat janë? Vendet e shenjta I cakton Allahu I lartësuar, nuk I caktojmë ne njerëzit. Është Mekja, xhamia pra e Mekkes, është xhamia e Medines dhe është xhamia Aksa. Vende tjera jo. Dënon Zoti ata që ndajnë çifte, pse ndodh? Është mëkat I madh të bësh shkak për ndarjen e një çifti. Iblisi, ushtarin më të afërt pranë tij mban atë shejtan I cili bëhet shkak për ndarjen e një çifti. Selam aleikum. Ai fal Zoti mëkatet e mëdha nëse pendohemi sinqerisht dhe bëjmë vepra të mira vazhdimisht. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Allahu I lartësuar është falës I madh. Fal dhe mëshiron shumë. Zoti I gjithësisë thot në surën Az-Zumar: Thuaj o robrit e mi të cilët I keni bërë keq vetes me gjunahe. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Me siguri, Allahu I fal të gjitha mëkatet. Ai është falësi I madh dhe mëshirëploti. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj, pendohu tek Zoti I gjithësisë me sinqeritet. Hiq dorë prej atij mëkati. Të keqen pasoje me të mirë, vazhdo me vepra të mira. Dhe lutë Allahun e lartësuar, e nëse është diçka që ja ke marrë dikujt, ktheje atë. Lutë Zotin e gjithësisë, se Allahu I lartësuar është falës I madh, është mëshirëplot. Selam aleikum hoxh. A duhet patjetër që të falim edhe sunetet? A mjafton veç farzet? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Farzin e kemi detyrë, obligim. Është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Në mbi 72 vende në Kur'ani Madhi Zot na porosit me fal namazin. Pra farzin e kemi detyrë. Ndërsa sunetin, profeti alayhis salam na ka nxit me I fal. Kush fal 12 rekate, pra namaz vullnetar, sunnete, përveç si thon farzit, siç kuptohet prej hadithit, I ndërtohet atij një shtëpi në xhennet. Nëse fal vetëm farzin, ke kry detyrën, por nëse do më shumë shpërblim, fal edhe sunnetin. Zoti ju rujt. Selam hoxh. Leximi I Kuranit në shqip, a e ka të njëjtin sevap si në gjuhën arabe? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Në çfarë do lloj gjuhe të botës të lexosh kuptimin e fjalëve të Allahut lartësuar, kuptimin pra e Kuranit, njeriu shpërblehet. Por ta lexosh Kuranin ashtu siç I ka zbrit profetit alayhis salam, ka shpërblim specifik. Një shkronjë me 10 sevape. Elusim Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që e lexojnë Kuranin, e praktikojnë ato dhe ta bëjë Kuranin shkak që në ditën e gjykimit të arrijmë grada të larta në xhennet. Allahu I rujt. Hoxh, në namaz e farz, kur jemi me ballë në sejdë, bën të bëjmë dua? Bën edhe në shqip, se disa thot nuk bën. Transmetohet në hadith, siç kuptohet pra prej hadithit, se momenti kur njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë, është në sejdë. Prandaj me bërë sa më shumë lutje.
Kështu që me lutë Allahun e lartësuar sa më shumë kur jenë sejdë. E përsa i përket lutjes në shqip, lutesh shqip. I kërkon Allahut lartësuar pra atë që ti ke nevojë, atë që ti ke dëshirë. I lutesh Zotit gjithësisë. Dhe përderisa njeriu, pra dikush, nuk i di ato lutjet për shembull të gjitha, atëherë lutet në ato që di. Dhe i kërkon Allahut lartësuar atë që ti ke dëshirë, Zoti rujt. A është i njëjtë vlera e salavateve të shkurtër si ajo e gjatë, cila ka efekt më shumë? Atëherë, forma më e mirë e dërgimit salavateve është ajo formë që transmetohet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Pra kjo formë. Lexoje. Ndërsa përsa i përket salavateve që mund t'i dërgojmë për ditëshmëri jashtë namazit, pra që dërgohen shkurt, Allahumma salli ala Muhammed, patjetër që kanë shpërblim. Dhe cilën formë ta thuash më shumë, pra sa më shumë dërgosh, inshallah arrin atë shpërblimin që përmendet tek Nesaiu, që kush dërgon një salavat për profetin alayhi salam, Allahu i lartësuar dërgon për të 10 salavate. E i heq atij 10 mëkate dhe e ngre atë person 10 gradë. Kështu që sa më shumë salavate mbi Muhammedin alayhi. Selam aleikum, a lejohet me ndihmu dikujt mi la borxhet e kredi çarka? Aleikum selam wa rahmetullah. Po lejohet, sepse ti nuk po e ndihmon për të marrë kredi, por për të shpëtuar prej saj. Kështu që lejohet inshallah, dhe mos e harrojmë atë hadithin e profetit alayhi salam, siç kuptohet prej hadithit se kush ja lehtëson një besimtar një vështirësi prej vështirësive të dynjas, Allahu i lartësuar ja lehtëson atij një vështirësi prej vështirësive të ditës gjykimit. Sa të kesh mundësi me ndihmu, sa të kesh mundësi me ju a lehtësu njerëzve vështirësit. Merr vesh se dikush është i zhytur në borxhe, me ndihmu. Dhe shpresosh shpërblim tek Allahu i lartësuar, nuk humbet gjë tek i madhi Zot. Allahu i lartësuar të ndihmon dhe të lehtëson vështirësitë e ditës gjykimit. Selam aleikum hoxh, mi ka dhënë Allahu tona të mira, por s'po mundem thot me gjet fatin, çfarë më këshillon? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Falënderimi takon Allahut që ti ka dhënë tona të mirat. Elus Zotin e gjithësisë që të ta lehtësoj edhe këtë dëshirë, pra këtë kërkesë që ke. Ajo që unë të këshilloj është që me bëu sa më shumë lutje. Lute Allahun e lartësuar, se Zoti i gjithësisë thot ud'uni astajib lakum, lutuni mua të përgjigjem. Ngrihu në 1/3 e fundit të natës, fali 2 rekat namaz dhe lutet madhin Zot. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë është sejdja. Prandaj lutu sa më shumë. Dhe normal merri edhe shkaqet patjetër. A është gabim t'i themi Allahu ta pranoft një besimtari që sapo ka mbaruar namazin? Lutja është mirësi, por nëse lutjen e bën çdo herë, pra mbas çdo namazi, sa herë që dikush përfundon namazin, ti thuash Allahu ta pranoft, dhe pra mund të arrijë çështja derisa mendon se po e la këtë gjë sikur kalon diçka prej fesë, atëherë këtu duhet kesh kujdes. Mos kalosh tek bidati. Sepse nëse ti e bën këtë formë, duhet të kesh argument. Ama nëse ndodh një rast, i the dikujt pra lutje, Zoti ta pranoft, nuk ka gjë. Ose dikush tha ty pra një rast, Allahu ta pranoft, amin, Allahu të shpërbleft, nuk ka problem. Por mos me e bë tradit, sa atëherë kalon në bidat, Zoti na rujt. Çfarë do të thotë që e sheh një person çdo ditë në ëndër? Ndoshta mendja të ri gjatë gjithë ditës tek ai person. Përshëndetje i nderuar, si mund të bëjmë niyet kur duam të japim sadaka të lutem? Përshëndetje, nëse e ke për vete, mjafton e çon në mendje që unë këtë po e jap për hir të Zotit. Nëse e ke për dikë që ka ndëruar jetë, po e jap për shpirtin e atij, mjafton në mendje.
Selam Hoxh, nëse nuk e ke falur sabahun sot, të nesër ma duhet të falmi sabahun e soti? Aleikum selam wa rahmetullah. Sabahun nëse nuk e ke fale në momentin që zgjohesh, pra nuk ka dalë gjumi çohu dhe fale pastaj. Selam aleikum Hoxh, a duhet të themi 3 herë astaghfirullah mbasi të falemi farzet? Wa aleikum selam wa rahmetullah. Është një hadith tek Sahihu Muslimit, transmetohet nga Thaubani, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, se Muhamedi alayhi salam pasi përfundonte namazin, thoshte astaghfirullah 3 herë. Më pas thoshte Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. A lejohet të falesh me thonjë të lyer? Nëse merr abdes, më pas lyen thonjt, mund të falesh, nuk ka asnjë problem. Por nëse do të duhet të marrësh abdes përsëri, atëherë duhet që uji të depërtoj tek thojt. Prej kur fillon xhumaja e kur mbaron? Atëherë, nata e xhuma fillon me perëndimin e diellit të ditës së njëjtë. Dhe vazhdon e xhumaja, pra tjetë dita e xhuma përfundon me perëndimin e diellit të ditës së xhuma. Selam aleikum Hoxh, a ka shpërblim leximi i Kuranit shqip, vetëm ajetet dhe surat me radhë, pa shpjegimet? Wa aleikum selam wa rahmetullah. Njeriu çfarë do lloj gjuhe ta lexoj kuptimin e fjalëve të Kuranit, shpërblehet. Angazhimi me Kuranin, njeriu shpërblehet për këtë. Si të më plotësohet duaja, çfarë s'kam provuar? Njeriu t'i përgjigjet lutja përderisa nuk e përshpejton përgjigjen. Pra, thot u luta dhe nuk mora përgjigje. Lutju Allahut lartësuar me bindje të plot, sepse Zoti i gjithësisë është ai që i përgjigjet lutjeve. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thot unë nuk mbart brengën e përgjigjes. Unë nëse inspirohem të lutem, aty është përgjigja. Lutju Allahut lartësuar si fillim, madhroje dhe lavdëroje të madhin Zot. Më pas dërgo salavate mbi Muhammedin alayhi salam, më pas lutu, por gjithmonë syno që ushqimi jot t'jetë halal, sepse kjo është një ndër shkaqet që të pranohet lutja. E fal vetëm Yacin, a më llogaritet? Duhet ta dish që asgjë nuk të humb tek i madhi Zot. Masha Allah, ke filluar të falësh Yacin, është një hap i mirë, dhe patjetër njeriu që fal një namaz është më mirë se sa ai që nuk falet fare. Njeriu që ve ballim sejdë është më mirë se sa ai njeri i cili nuk e ka vënë asnjëherë ballin në sejdë. E përfundon ditën me falenderimin dhe madhërimin e të madhit Zot. Por lutë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj që ti falësh edhe namazet tjera. Vazhdo dhe ku ka më mirë se sa njeriu i cili nis të ndryshoj, nis të përmirësohet. Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft. Selam aleikum, a kanë mbaruar shenjat e vogla të kiametit? Jo, shenjat e vogla të kiametit nuk kanë mbaruar. Shenjat e vogla të kiametit, ne jemi tek shenjat e vogla të kiametit, dhe shenjat e vogla të kiametit ndodh që edhe përsëriten. Ne lutim Allahun e lartësuar që të na e mundësoj që të angazhohemi me vetet tona. Kjo jetë është një shans që na ka dhënë i madhi Zot. Le ta shfrytëzojmë në përmirësimin e vetes, në zbatimin e urdhrave të Allahut lartësuar, në veprimin e veprave të mira. Kjo duhet të jetë ajo që duhet na angazhoj, duhet të jetë angazhimi jon, brenga jon. Çfarë po veprojmë, sepse gjithë ne do të ndrojmë jetë një ditë. Çfarë kemi përgatitur për atë ditë kur dalim para Zotit gjithësisë? Lutim Allahun e lartësuar që të na mundsoj që kur ndrojmë jetë, të jetë i kënaqur me ne. Thot, është një grua 56 vjeçare, por i dhemb gjunjë, falet e ulur. S'mundem me u fal normal, thot. Elus Allahun e lartësuar që të ruaj. Elus Zotin e gjithësisë që të forcoj. Elus Allahun e lartësuar që të nderoj në dynja dhe në ahiret. Nuk
ka më mirë se sa njeriu të falë namaz. Ti je sprovuar dhe lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Nëse nuk ke mundësi të falesh në këmbë, falesh ulur. Nëse nuk ke mundësi ulur, falesh shtrirë. E rëndësishme namazin fale. Dhe insha Allah është i pranuar tek Allahu i lartësuar, sepse ti ke arsye. Kështu që Zoti të rujt, Allahu ta pranoft, Allahu të forcoft. Emri Adni, a është i lejueshëm për fëmijë musliman dhe çfarë kuptimi ka ju lutem? Po i lejueshëm është dhe ka kuptimin e xhennetit, xhenneti Adn. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Xhenneti Adnit, në të cilin do të hyjnë ata dhe besimtarët e ndershëm prej prindërve të tyre, grave dhe pasardhësve të tyre. Allahu na mundësoft xhennetin. Amin. Kam qenë duke fjetur, thot, dhe nuk e kam ndi me fal sabahun. Më ka ardhë, thot, një hije e bardh dhe i ka shitur gjumin, pra e ka zgjuar. Çfarë do me thënë? Ti e ke pas me marak të ngrihesh për sabah dhe thjesht ai maraku kaq, nuk ka diçka që duhet shqetësohesh. Çohesh e fal sabahun dhe Allahu ta pranoft. Kur është e xhuma, duhet të përsërisim fjalët e ezanit të parë apo të dytë? Përsërisim fjalët e ezanit të parë dhe fjalët e ezanit të dytë, sepse hadithi është i përgjithshëm. Kam filluar lexoj Kur'an dhe sot shkova në xhami. Zoti t'i fshin mëkatet si të vogla dhe të mëdha, masha Allah. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu ta mundësoft që vazhdimisht të falësh namaz. Ti jesh i rregullt me namazin. Allahu i lartësuar është falës. Zoti i gjithësisë është ai që e pranon pendimin e robit të tij. Allahu i do ata që pendohen. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Allahu është falës mëshirues. Kështu na tregon dhe na mëson i madhi Zot në Kur'an. Nëse konsumon, thot, mishin e derit, a quhesh më musliman? Duhet ta dim që ngrënia e mishit të derit është haram. Allahu i lartësuar e ka ndaluar ngrënien e mishit të derit në Kur'an. Dhe Zoti i gjithësisë thot që ai është i ndyrë. Prandaj, besimtari i ri sa më larg gjërave të ndaluara. Por nëse ndodh që një besimtar, një musliman, është i sprovuar, pra ose pi alkool, ose ha mishin e derit, a quhet ky musliman? Quhet musliman, por musliman gjunaqar. Dhe duhet që të pendohet tek Zoti i gjithësisë. Duhet që të ndryshoj, të reflektoj, sepse një ditë do të dalim para Allahut të lartësuar dhe ne do të japim llogari për zbatimin e urdhrave të Zotit të gjithësisë. Do të japim llogari edhe për mëkatet. Prandaj Allahu na falt dhe Allahu e përmirësoft gjendjen tonë. Selam aleikum hoxhë nderuar. Nëse hajm, thot, me dorën e keqe, është haram? Aleikum assalam wa rahmetullah. Duart janë të dyja të mira, por ushqimi dhe pija hahet dhe pihet me dorën e djathtë, ndërsa dora e majt është për shërbesa të tjera. Allahu i rujt. A pranohet namazi nëse jemi të stresuar nga përditshmëria? Po, madje namazi është shqetësim për njeriu. Është shkak që të largohet stresi, është shkak që të largohen brengat. Erihna biha ja Bilal, na qetëso me të o Bilal, pra me namazin. Kështu i thoshte Muhamedi a.s. Bilalit, muezinit. Po ashtu Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Ne e dim që ty të ngushtohet gjoksi nga ajo që ata thonë. Madhëroje Zotin tënd dhe ji prej atyre që bien sejdë. Pra bëjnë sejdë. Prandaj namazi është shkak për largimin e stresit, largimin e brengave. Dhe patjetër, inshallah, Allahu i lartësuar është ai që pranon namazin ton dhe çdo vepër që bëjmë. Selam aleikum. Kur bën dua natën në 2-3 të natës, a plotësohet dëshira duaja? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Në 1/3 e fundit të natës është kohë që pranohet lutja. Vjen hadith, transmetohet hadith që i madhi Zot zbret në qiellin e dynjas
Dhe është kohë pra që pranohet lutja. Prandaj ke dëshirë, ke breng, ke hall. Ngrihu në ato orar, është kohë e bereqetshme dhe lutjo të Madhit Zot, drejt për drejt Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë është ai që i përgjigjet lutjeve. O vlla, unë jam thot e re në Islam. Më thuaj si të falem sakt se nuk di. Allahu të forcoft, Allahu ta pranoft namazin. Ajo që të këshilloj është të shkruash në Google falja e namazit për fillestar. Të del kjo flet palosje. Shkarkoje në telefon dhe lexoj aty. E ke shumë qartë pra se si falet namazi. Derisa të mësosh, lexoje, nuk ka problem. Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Përshëndetje, më ka ikur namazi i sabahut, si ta fal? Përshëndetje, qohu, merr abdes, fal sunetin, fal edhe farzin. Tani, nëse ndodh që njeriu t'i kalon sabahu, nuk është zgjuar dot, kur zgjohet të fal. I ka ndodh Muhamedit alayhis salam që ka kaluar koha, janë zgjuar, ka bërë ezanin Bilali, kanë falur sunetit, kanë falur edhe farzin. Allahu i rujt. Selam aleikum. Nëse shkon në xhenet një person, a e thërret dhe familjen e tij? Aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse familjarët e tij kanë besuar Allahun një vetëm, pa i bërë atij shok, kanë besuar dhe pasuar Muhamedin alayhis salam, po ndërmjetëson për ta. Selam, na tregon më shumë rreth namazit të fëmijëve 9 deri në 10 vjeç. Gjykimi nëse i iknaj namaz. Aleikum assalam wa rahmetullah. Ne duhet ti mësojmë dhe edukojmë fëmijët me namaz. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhëroj familjarët e tu të falin namaz dhe këmbgul në këtë. Fëmia që është i vogël, që është 7 vjeç, urdhërohet të fal namaz. Pra e urdhëron prindi të fal namaz. Dhe nëse ai edukohet me namazin kur të arrijë mosha e pubertetit, pra që i bëhet obligim namazi, e ka tepër të lehtë ta fal namazin. Nëse ndodh që i kalon ndonjë namaz, pra ka qenë gjumë, kur zgjohet e ke fal namazin, jo, fale namazin. Nëse ka harruar një namaz, momentin që e kujton, e fal. E nxit, e stimulon, pra e rëndësishme pra ta edukosh me namazin, që kur të arrijë moshën e pubertetit ta ketë tepër të lehtë. E merr në xhami, mundohesh ta shoqërosh me njerëz që falin namaz e kështu. Selam aleikum hoxh, ç'a duhet të kem parasysh kur vizitoj varrezat? Aleikum assalam wa rahmetullah. Kur të shkosh të vizitosh varrezat, normal kujton botën tjetër. Kjo dynja është kalimtare, të gjithë një ditë do të ndërrojmë jetë. Kur shkosh tek varrezat, jep selam, assalamu alaikum ahlet diyari min al-mu'minina wal muslimin, wa inna inshallahu bikum lahiqun, as'alullaha lana wa lakum al-afiyah. E bën këtë lutje pra. Më pas patjetër bën lutje për të vdekurit, që Zoti i gjithësisë t'i falë, t'i mëshiroj. Nuk i lutesh atyre, nuk kërkon ndërmjetësimin e tyre, por i lutesh Allahut lartësuar që t'i falë ata, t'i mëshiroj. Po ashtu duhet kesh kujdes, mos shkelësh mbi varreza, mos ulesh mbi varreza. Dhe normal, pra tregon etik, tregon pra se është vend ku ti kujton botën tjetër, kur ti kujton ndarjen nga kjo jetë dhe lutesh pra për ta.